probleme që i ka dhe shoqëria universale. Kështu që në këtë pikpamje unë jam munduar që të bëj dhe një sintezë të mendimit sociologjik sotshëm botëror, të sociologëve më në zë, bashkë me problemet që ka shoqëria shqiptare. Në këtë kontekst, diagnostikimi i problemeve të shoqërisë është bërë në mënyrë të tillë për të vërtetuar ose për të treguar më saktë se kalimi nga një shoqëri e dikurshme, nga ajo shoqëria totalitare, shoqëria e vjetër, në këtë shoqërinë moderne, kjo periudha e tranzicionit, e transformimit dhe ndryshimeve jo gjithmonë kuptohet drejt dhe jo gjithmonë perceptohet drejt. Sepse natyrisht në kuptimin që një pjesë e njerëzve të mësuar me atë tipologji shoqërie, me atë strukturë sociale të asaj shoqërie, e cila ishte në një farë mënyrë një shoqëri unike, një shoqëri totalitare, brenda të cilës ishte njeriu i disiplinuar, njeriu i disiplinës i nënshtroi ideologjisë, politikës, moralit të asaj shoqërie, me kufite përcaktuar, po pra kemi kaluar në një shoqëri liberale, të lirë individualiste. Ky kalim nuk është i lehtë dhe natyrisht është shoqëruar dhe me reperkursione. Dhe unë jam munduar që të trajtojmë që pikërisht kalimi nga kjo shoqëri e vjetër në këtë shoqëri të re, moderne, likuide, të rrëshqitshme, krijon shumë probleme, shumë paqartësi, shumë pasiguri. Pra, në një farë mënyrë ideja është që në këtë shoqëri nuk mund të jesh njëkohësisht edhe i lirë dhe i sigurt,